befasi prap. S'përjashtot dhe një befasi, po. Tjetër. Do të bie shi, diell dhe vranet. Pej. Gaz Muhaxheri, Taulant Kelmendi. Kush fiton? Interesant. Ajo që i thash më herët, shumë probleme kam këto tash, se peja pak larga dhe nuk kam qenë shumë i kyçur në ato. Nga ato që i thash më herët, ty pas parasysh që edhe vetë nështë jam i një moshe më të re, menoj që edhe emrin mas e ka Taulant, du të thonë Taulant Kelmendit, kësaj radhe, ka qeveris mirë zoti Gazmet Muhaxheri, për shkak që nështë i ka fitu 3 mandate, dhe unë jam, nështë prap mundet me punu mirë, për unë jam shumë edhe në prononcimit e mia publiko, jam anti ma shumë se 3 mandate, në çdo kënd, qoftë edhe në... Edhe drejtori i mediave më thonë ma shumë se 3 nuk do ta sanksionoj me... Po unë që jam 20 mandate? Me leq, ja, si e drejtori në media. Po si jam drejtor. Po ti ki mandatin e gat. Po kompani private atë më ndryshe. Ti e privat më rregullim s'ka. Jo, në organizatat publike. Edhe analistët ai ndron. Jo, në organizatat publike. Jo qeveritare. Asgjë nuk është e përshtatshme. Jo. Sistemi amerikan është më i mirë në botë që kanë ata founding fathers, që kanë zbulu limitimin sepse pushteti të konsumon edhe të çon. Largohu pak më andej që mos futem në kuadër. Pra kush fiton këtu? Nuk e di kush fiton, po muj me thonë për shkak tyne që i thash tyne vlerave, besoj masë Taulant emrin e mirë edhe më i ri, shkanën të kja. Tjetër, Gjakova, me 2 fjalit, lutem se shkojmë edhe në tjera. Jashtëzakonisht kandidat mirë, gjasat më të mëdha i ka Ardian Gjini, por nuk përjashtot për befasia profesorit Gole. Tjetër. Albani Seni, Arbër Ismaili, Vetëvendosje LDK. 2 kandidat shumë më të mirë se që kanë qenë në 2021-ën. Për mua Arbër Ismaili është më i mirë se Lutfi Aziri, po votat kanë tregu që Albani Seni veçse është me një kam në kryetar. Më mirë se Lutfi Aziri. Personalisht mendoj. Po personalisht po duket se çuditsh. Votat se ka marrë, mendoj se në aspektin personal kjo më i mirë se Lutfi Aziri, unë çështo mendoj, që i njeh të dytë, kështu në aspektin e punës. Edhe po kësaj radhe mendoj që veç votuesit e kanë dhënë epilogën përkundër kështu Albani Seni. Po punë kryme. Punë kryne. Albani Seni. Tjetër. Fush Kosovë, Valon Prebreza, Besnik Osmani. Valon Prebreza, Besnik Osmani, Valoni më i ri, Besniku pak më i vjetër, eksperiencë, teknokrat. Kam shumë problem pa pas një ndarje të thellë me menaxhmentin e kaluar të komunës Fush Kosovës, me atë katrahuar urbanistike, me përkrah zotin Osmani. Kjo është çështje për ndryshe, më duket si profesionist i mirë, jashtëzakonisht i mirë, po mendoj që s'mundet me bëj një prerje me menaxhmentin ose hecin e komunës, deri tash për mua është o katrahuar, përkundër që ka njerëz në shtet zhvillu, po mos rregullimi apo lënia e kësaj anarkie është fatkeqe për komunën e Fush Kosovës dhe janë për ndryshe, për Valonin. Tjetër, Obiliqi, Gjaf Gashi edhe Halil Thaçi. Këto të 2 figurat forta, Gjaferi për shkak Kosharës. Fiton. Tjetër. Vushtri. Suleman Meholli, Ferit Idrizi. Tash këto nuk jam shumë në vushtri që është terreni si po performon, duket Ferit Idrizi është profesionist. Në rundin e kaluar ka fituar lehtë, domethënë ka dalë i pari përkundër që ka qenë në opozitë. Suleman Meholli mes gaboj është mjek, doktor, menoj se cili do që tjetë është mirë, janë kandidat shumë më kualitativ kësaj radhe se në të kaluarën. Në përgjithësi, në këto që pishom, sidomos të në balotazh, që për kemi mundësi janë shumë më kualitativ, kanë qytetarët e çdo komune kanë mundësi me zgjedh kandidat të mirë dhe besoj që këta t'ja u kthejnë edhe komunave të tyre. Fiton kush këto? As dihet. Gjasat i ka me fitu Ferit Idrizi, po koalicioni me Sulejmanin, me LDK-n, me Xhafer Tahirin, dhe nëse fiton Xhafer Tahiri me Sulejmanin, dhe nëse humb LDK-ja në Prishtinë, mendoj që ka shumë vështirë pastaj LDK-ja
në nivel të Dhe kjo ja Kosovës. po Abdigjiku e ka vështirë. E ka udhëhecia